Gjenocidi në Srebrenicë paraqet një nga dështimet më të mëdha që ka lënë një gjurmë të përhershme dhe të errët mbi njerëzimin, u shpreh kryetari i Kuvendit Afrim Gashi në fjalimin e tij. Ai theksoi se gjenocidi nuk fillon me zhurmën e armëve, por me indiferencën ndaj dhunës, duke shtuar se pikërisht për këtë arsye roli i institucioneve është i një rëndësie thelbësore. Është e vështirë të imagjinojmë se si pikërisht 31 vite më parë askush nuk e dinte se nesërmja e tyre nuk do të ishte e zakonshme. Ajo e nesërme do të shuante mira jetë dhe do të ndryshonte rrënjësisht mira të tjerë. Por më e rëndësishmja, ajo do të shënonte një ndër krimet më të mëdha kundër njerëzimit, ose më saktë, dështimin më të madh të njerëzorës. Sepse Srebrenica nuk i përket vetëm një populli, as vetëm një shteti, as edhe vetëm një gjenerate. Gjenocidi i Srebrenicës është vula e zezë e ndërgjegjes së njerëzimit. Gjenocidi nuk është një fatkeqësi natyrore që të themi se ndodhi, por ai është i planifikuar dhe kryer kundër një populli, në këtë rast kundër bošnjakëve, tha akademiku Ferit Muhić. Brzo zborot se sluči, desio se. Što genocidot? Genocidot ne se slučuva. Genocid se ne dešava. Nije se desio. Kako nije? Pa nije. I što ne se sluči? Pa ne se sluči. Pa kako je? Pa organiziran je, izvršen je. Se sluči zemljotres od čega vo Venezuela, 2 udari. Se sluči, što znam, nekoj golem požar, katastrofa, vulkan. To se nesreći koji se slučuva. Sluči avionska nesreća. Genocidot ne je nešto što se slučuva. Genocidot se pravi. Kako što je ne se sluči nekoj da umre ako je ubijen. Stoga što izveštaj stoji toliko i toliko časov na to i to mjesto, ubijen je čovjek to i to. Znači nikako da ne se zborova se sluči, ne se sluči. Izvršen je genocidot. Toga što imame rabota, бидејќи je organiziran, rekao, vo generalštabot izvršen, podržan, planiran i така натаму, to je projekt. Целиот проект je genocidan. Međutim, sekoj genocid, sekoj masovno ubistvo ne može da bide vo afekt. Ne možete 8.000, 9.000, 10.000 duši da ispotepate bez ogromna organizacija. Sa u përket thirrjeve për falje, Muhić shton se askush deri më tani nuk e ka kërkuar këtë, por përkundrazi, ata që e kanë kryer gjenocidin edhe 31 vjet më vonë e mohojnë atë. Ai shton se askush nuk mund të falë në emër të atyre që kanë vuajtur dhe janë vrarë. Sipas Xhevat Hotit, Srebrenica nuk duhet të përmendet vetëm një ditë në vit, ajo duhet të jetë e gdhendur në kujtesën kolektive dhe në programet arsimore, sepse vetëm përmes së vërtetës do të parandalohet që urrejtja të mbizotrojë. Srebrenica ne je samo geografsko. Srebrenica nuk është vetëm një vend gjeografik, ajo është simboli i vuajtjes më të madhe në Europën e pas luftës së dytë botërore. Ajo na kujton se deri ku mund shkojë urrejtja kur shndërrohet në politikë shtetërore, kur propaganda zëvendëson të vërtetën, ndërsa heshtja e bashkisë ndërkombëtare bëhet hapësirë në të cilën krimi fiton mundësinë të realizohet. Adnan Azizi, kryetari i Komitetit për Marrëdhënie ndërmjet komuniteteve, theksoi se Srebrenica paraqet një plagë që nuk shërohet dhe rikujtoi se pas numrave qëndrojnë jetë njerëzish. Në Srebrenicë nuk ishte sulmuar vetëm një popullat, por vetë njerëzimi, tha ai, duke ju referuar karakterit multietnik të shtetit ton. Azizi theksoi se bashkëjetesa dhe respekti ndërsjellë ruhen përmes institucioneve të fuqishme dhe të përgjithshme, duke përcjellë mesazhin se kujtimi i viktimave nuk do të harrohet kurrë.